Skema e re për fermerët pa elementin kryesor që kishte në të kaluarën, atë të naftës falas me rreth 200 litra në vit, shihet si një goditje e madhe për sektorin e bujqësisë nga ekspertët. Sipas tyre, pjesa më e madhe e përfituesve të skemave të mbështetjes janë pikërisht fermerët që punojnë tokat bujqësore. Unë nuk e di me çfarë guximet e kanë realizuar heqjen, është një herë jashtë kohët, është jashtë kontekstit, por duhet ta themi se është hequr i vetmi mekanizëm që mbështet të inputet bujqësore. Pra që mbështeste materialet që futen në prodhimin bujqësor, dhe nuk duhet harrojmë se nafta në disa raste zinte deri në 40% të gjithë totalit të skemave të mbështetjes kombëtare, madje edhe më shumë në raste të tjera. Në konferencën për media, ministri Andi Salla tha se për të kompensuar heqjen e skemës së naftës, qeveria do të aplikojë rimbursimin me 10% të TVSH-s, pjesë e paketës fiskale. Sipas skemës, fermerët do të rimbursohen 2 herë në vit për totalin e produkteve që shesin te grumbulluesit. Megjithatë, dhe kjo shihet me skepticizëm nga ekspertët. Unë nuk e shoh se mund si thua, ta kompensoj 100% naftën me 10% në TVSH. Shtu do jemi, do flasim prap, por sasia e parave që do marrin fermerët nga kompensimi i 10% të TVSH-s është shumë, do jetë shumë më e vogël se sasia e parave që janë vendosur për naftë. Ndër të tjera, eksperti vlerësoi pozitivisht uljen e kufirit për përfitimin nga skema në sektorin e blegtorisë, si dhe rritjen e mbështetjes për bletarinë.